Mirëmbrëma të nderuar shikuese ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Minatori në Mitrovic, ku do të kemi spektaklin e madh të basketbollit kosovar në kuadrën e gjirës së 18, ku dy skuadrat më në formë të momentit, Trepça dhe Golden Eagle Ylli, do të kenë një përballje derbi që premton intensitet, rivalitet dhe emocione deri në çastet e fundit. Trepça vjen në këtë ndeshje pas fitores së madhe ndaj nën kampionit Bashkimit me rezultat 90-81 në një ndeshje të cilën e dominuan. Në anën tjetër skuadra e Golden Eagle Ylli që gjithashtu po kalon në formë fantastike e me ardhjen e trajnerit të ri Pako Olmos do të kërkon ngritjen edhe më tepër. Fitoren do të kërkon edhe në palestrën Minatori pas 5 fitoreve radhazi që i ka regjistruar në kuadrë të Pro Kredit Superligës. Kur jemi në ndeshjet e Pro Kredit Superligës, Trepça i ka 9 fitore radhazi, kurse në duelin e fundit që zhvilluan këto dy skuadra, ishte duelin në kuadër të Kupës së Kosovës, ku Trepça arriti të e përmbys Yllin që kishte fituar ndeshjen në Mitrovic për të kualifikuar tutje. Shohim edhe formacionet e skuadrave tashmë. Trepça luan me Gashin, Jackery Payne, Winning, Henry, Tuna, Slanit Mushic, Hajrizi Jones, Amzil Kapiti dhe Hesbrook. E shohim formacionin e plot sonte tek skuadra e Trepçës, ndërsa në anën tjetër skuadra Golden Eagle Ylli luan me Shushin, Bamford, Bashic, Gashi, Morina Shala, Çallaka, Scott, Ahmeti, Hufman dhe Erion Kastrati. I shohim edhe 5 startuese, Winning, Mushic, Jones, Amzil dhe Hesbrook që startojnë tek skuadra e Trepçës. Në anën tjetër tek Ylli startojnë Shushi, Bamford, Morina, Scott, Kastrati. Trepça e thash sonte luan me formacion të plot, megjithatë pa timonjerin e skuadrës Adis Beqiragicin, i cili në ndeshjen e fundit pasi u diskualifikua u dënua me një ndeshje dhe sot mungon në krye të skuadrës. Megjithatë loja që është duke shfaqur aktualisht Trepça, trajneri Adis Beqiragic që ka bërë punën e tij deri në këto momente në mënyrë perfekte dhe mund të themi ushtria e tij sonte do të zbarkojë në fushë dhe do t'i kryen punët ashtu siç di më së miri në krye me ndihmësin e tij Petrit Zëqiri. Në anën tjetër tek skuadra e Golden Eagle Yllit, Trevon Allen tashmë është larguar nga skuadra, ndërsa po e shohim performancën më të mirë të javës së fundit Akili Winning me të vërtet ishte fenomenal ndaj skuadrës së Bashkimit, teksa performancë perfekte pati edhe Scott Bamford që pas një dyshim tashmë është lideri skuadrës së Golden Eagle Yllit dhe me ardhin e tij e gjithë loja e skuadrës së Yllit ka ndryshuar. Isha duke përmendur që Trevon Allen tashmë është larguar me marrëveshje të dyanshme nga skuadra, megjithatë ardhja e Scott Bamford i ka stabilizuar gjërat tek Ylli dhe ata sonte me një fitore eventuale. Do besoj do të marrë një motiv shtesë, por kjo do të jetë shumë e vështirë ndaj një Trepçe e cila po kalon, e thash, formë perfekte. Pra dueli i parë në Mitrovic në kuadër të Kupës së Kosovës përfundoi me rezultat 102-99, megjithatë Trepça reagoi fuqishëm në ndeshjen e kthimit ku arriti fitoren me rezultat 88-76 për të përmbysur gjithçka dhe për të kualifikuar tutje, ku në mesjavën që po vjen pra përballë në gjysmëfinale do ta ketë skuadrën e Borës. Kur jemi tek skuadra e Borës, edhe ajo është ndër skuadrat të cilat kanë pasur formë perfekte dhe paraqitje me të vërtetë mjaft të mira në start të këtij viti 2026. Megjithatë, paraprakisht përfundoi dueli i tyre ndaj vllazënimit dhe Gjakov dhe Gjakovarët e morën një fitore të madhe në Shaninushi 89-80 ndaj Borës. Fitore kjo e vlefshme për të ikur fundit të tabelës, ndërsa Bora që po kalonte formë fantastike dhe e kishte rëmbyer dhe pozitën e tretë në renditjen tabelare, tashmë e regjistroi edhe humbjen e parë në vitin 2026. Gjithçka gati këtu që të starton derbi kësaj gjiroje për të mbyllur në mënyrë perfekte
Gjirën e 18 me një super përballje. Sean Jones dhe Liz Shoshi do t'jenë që do të kërcejnë për topin e parë, i cili shkon në duart e kapitenit të skuadrës së Golden Eagle Yllit, Gzim Morina. Scott e kërkon Bamfordin, megjithatë pasimi nuk ishte më i miri. Topi përfundon jashtë, nuk arriti që Scott Bamford të e pranon. Humbin mundësinë mysafirët që t'i realizojnë pikët e para në ndeshje. Paco Olmos, ai i cili u udhëheqi skuadrën e Golden Eagle Yllit pikërisht ndaj Trepçës dhe pësoj disfat vijnë pikët e Akili Winning. Aty ku e la me bashkimin aty edhe po e vazhdon Winning, pra e bëm 23 pike, 9 asistime, mëse fenomenal, teksa Erion Kastrati e gjen depërtimin, nuk arriti të realizon, por do t'jetë në vijën e quajtjes së lirë. Shoj personal në Winning ndaj Erion Kastratit. Dy t'lira për Erion Kastratin, cili kaloi 3 sezone tek skuadra e Trepçës, erdhi në formë fenomenale nga Golden Eagle Yllit, ku kishte qenë lider i sukseseve të Therandasve në trofetë e fituara. Megjithatë, nuk kaloi vite shumë të mira Erioni tek Trepça. Nuk i qëllon gjuajtjet e lira në start përballjes Kuçi në të dyja tentimet, teksa Mustafa Hamzil dalë në anën tjetër në gjysmë distancë, nuk është i saktë asaj. Bamford tek Kastrati, po shkon tek Liz Shoshi. Menjëherë vjen Jones afër tij, nuk shëllon as Shoshi nga afërsia. Winning. Akili Winning. Nuk e kuptoj këtë pasim Jones. Ne shohim edhe njerë topi përfundon jashtë, nuk arriti as Jones ta pranon pasimin. Edhe në tej 2-0 në start përballjes në Mitrovic. Kastrati. Shkon edhe njerë Erion Kastrati deri në fund, nuk qëlloj as Liz Shoshi. Nuk arriti ta përmirëson me ngulitje. Mikajlet Mushic do gjuan për 3 pikë realizon. Pikët e para edhe për të Mushicin, i cili 16 pikë luajti ndaj bashkimit në duelin e fundit, 6 kërcime e 2 asistime. Bamford e gjen Gzim Morinën, heziton gjuan, megjithatë bukur asiston për Liz Shoshin, i cili i qëllon pikët e para të Golden Eagle Yllit. Jones tek Mushic, një Sean Jones, edhe një tjetër top i humbur i Mitrovicasve. Shohim pasimin e Sean Jones për Hamzil që nuk shkoi, përfundoi jashtë. Antoine Scott, Branti Winning. Dave Scott. Kastrati, daljet në gjysmë distancë. Erion Kastrati realizon. 5-4. Hasbrook, plotësisht i lirë, gjuan për 3 pikë, realizon. Tjetër ndryshe e Mitrovicasve për 8-4. Kur tashmë kanë kaluar 3 minutat e para të kësaj përballjeje. Kastrati shkon disi ai top deri tek Shoshi, i cili asiston për Bamfordin nga një pozitë e vështirë. Scott Bamford realizon. Me të vërtet paraqitjet e tij ishim perfekte tek Golden Eagle Yllit, një lider i pak kontestueshëm. Hasbrook
shoj ato për sa kërkoj edhe kontaktin me Kastratin, me gjithatë. Gjithçka e pastër. E në anën tjetër nuk qëllon as Gzim Morina. Në lojën e tij 1-1. Winning ka marrë topin tek Jones. Nuk ja lejon pikët. Antoine Scott ndalë me personale Sean Johnson. Topi do t'jetë anash. Nuk do t'jenë dy gjuajtjet e lira ashtu si pretendoi Jones. Winning. Hasbrook. Faul i Erion Kastratit që ngrit dorën me një herë. Shojmë edhe njerë momentin e personale së Erion Kastratit. Winning. Kohet Hasbrook. Bukur tek Sean Jones i cili ndaljet me faul nga Gzim Morina, cili tentoi që me blokad të ndalë ngulitjen e Sean Jonesit. E shojmë edhe njerë momentin e personale së Gzim Morinës. Kësaj radhe Sean Jones është në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk e qëllon tentimin e parë, edhe të i pa pik. Në të dytën është i sakt 9-6. E përsi e ngushtë e Mitrovicasve. Kthen ato për Scott e Gzim Morina. Topi hyri e doli pa fat kapiteni. E ka mbetur i shtrirë Liz Shoshi. Lepqa për një lojtar më shumë në fush, gjithsesi kthehet Lisi, gjithçka në rregull duket me të. E vazhdon luftën në kosh Mustafa Hamzil dhe sulmin e skuadrës së tij. Arrin disia i top deri në duart e Scott Bamforthit. Shoshi. Edhe njerë Bamford. E kësaj radhe mbrojtje e mire Hasbrook që niset në kundër sulm. Vim pikët e lehta për Mitrovicasit pas mbrojtjes së mirë. Shojmë edhe njerë momentin e topit të vjedhur nga Trepça për 11-6, teksa me njëherë reagon pak Olmos duke kërkuar time-out. E rikthehemi edhe ne me njerë pas këtij time-outi. Katër minuta e 57 sekonda janë deri në përfundim të çerif të parë të kësaj përballje. Tashmë Trepça me një shkëputje të lehtë në rezultat për 11-6, ndërsa trajneri Paco Olmos kërkoi time-out. Shohim Erion Kastratin që ka marrë rolin e organizatorit. Duke që po kërkohet Scott Bamforthi, por shihni Mikajlet Mushriqin në mbrojtje ndaj tij.
Antoine Scott të gjuan për 3, nuk është i sakt. Mbyllje mirë e lojtarëve, teksa Akili Winning tentoi që me ngulitje të përfundon këtë aksion. Do të ishte një ngulitje spektakolare. Ja humbi paksa balancin Lis Shoshi në ajër, por shkaktoi foul dhe i jep 2 të lira Winning. Ndërsa i shohim pra këtu Bamford që është duke komunikuar me trajnerin Paco Olmos, mbrojtje qelikt ndaj Scott Bamfordit normalisht. Mikhail Etmushic sot në rolin e ministrit të mbrojtjes, ashtu si që ka edhe epitetin, po e ndjek në çdo cep të fushës Bamfordin. Realizon Winning. Kastrati. Pa presionin e Hasbrook. Edhe me të Erion Kastrati, tret Hufmanin. Vazhdon ajo luftë për top që DC e merë Antoine Scott. Luftë në çdo cep të fushës për secilin top që nga minutat e para. Këtë do të takon skuadrës Trepçës. Ishte Antoine Scott ai i cili luajti i fundit. Kapiti. Topi shkon të Kamzil. Ardan Kapiti. Rua 1-1 me Hufman, nuk realizon e merë dhe njerë topin për ta përmirësuar vetën. Dhe Ardan Kapiti 15-6 gradualisht. Trepça po shkëputet në rezultat. Morina e rikëtan topin tek Scott. Antoine Scott. Gzim Morina gjuan për 3 pik. Nuk qëllon, ndërsa ka faul nga Ardan Kapiti në kësh ndaj Hufman. Tjetë Akili Winning nga i cili do t'ullet për të pushuar Jackery Payne në loj. Pas një periudhe të lëndimit është rikthyer në skuadër edhe Jackery Payne në anën tjetër tek Ylli. Bashi që është në loj. Scott. Zimorina nuk gjuan kësaj rade, du ta bën këtë Lovro Bashic për 3, nuk është i sakt. E merë top Jackery Payne në anën tjetër, Hasbrook gjuan për 3 pik, realizon edhe një tjetër treshe. Për deri sot e Ylli nuk po shkojnë gjërat, Trepça po funksionon si e mësmiri në këto minutat e para të përballjes. 18-6 vjen tentimi i Scott, i cili nuk realizon. Jackery Payne. Kjo është edhe mësia më thellë e Mitrovicasve, të cilët gradualisht janë duke u shkëputur në rezultat. Tashmë plus 12, kur janë edhe 2 minuta 28 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. Ullet Gzim Morina për të pushuar Artin Kashi është në loj, teksa Hasbrook do t'jetë në vjen e quajtjes së lirë. E shohim që përgatitet të futet në loj edhe Batën Tuna e qëllon quajtjen e lirë. Kemi Hasbrook. Pika e 9 e Hasbrook, i cili ka 2 treshe të qëlluara, edhe njeri sakt, pik 2 shifrore të ti tashmë, dhe do t'ullet pushon. Pushimi merituar 10 pik të ti për 20-6, vetëm 6 pik të Golden Eagle Yllit.
mbrojtje perfekte e Trepçës. Bashic do tenton edhe njerë për 3, nuk është i saktë, as Hoffman nuk realizon. Teksa shojmë topin e vjedhur të Antoine Scott, shihni blokadën e Dardan Kapitit, me gjithatë nga prapa vjen Hoffman, që me ngulitje përfundon aksionin, e shojmë edhe njerë Kapitin me blokad. E më pas ngulitjen e Hoffman për 20-8. Tmushic. Mikajlo Tmushic. Gjetur debërtimin realizon edhe në sulm efektiv ai i cili e ka blinduar Scott Bamfortin deri në këtë çast. 22-8. Gashi tek Bashic. Shkon ai top tek Hoffman, i cili arrin të realizon edhe një herë. Me ngulitje bie nga mbrojtja Mustafa Hamzi, i cili ishte pranë, ndërsa nuk arriti Dardan Kapiti të ndal. Kapiti në anën tjetër përgjigjet. 24-10. Tashmë minuta e fundit e çerekut të parë. Shkon ai top tek Scott Bamford, i cili realizon. Pikërisht kjo gjë nuk ndodhi deri në këtë çast, nuk i lejuan të pranojnë top Scott Bamfordin, pasi nuk fal në këto pozita. E realizoi me një herë trishin e tij Scott Bamford. Pika e 5 për 24-13. Në anën tjetër ndalet me faul Dardan Kapiti, që është edhe në vjen e gjuajtjes së lire, që lanë në tentimin e parë. Kapiti, pika e 5. Barazohet me pikë me Mikajlo Tmushicin, dërsa 4 pikë tjera i ka shtuar Akili Winning, edhe njëri sakt. 6 pikë të Dardan Kapitit për 26-13. Bashic ka presionin e batën tunës. Shkon dobi në anën tjetër tek Antoine Scott, i cili realizon për 3 pikë. 26-16. Sekundat e fundit të çerekut të parë. Presion ndaj Mikajlo Tmushic, i cili do të gjuan në sekundat e fundit. Nuk arriti të realizon gjithsesi. 10 minutën e parë Trepça mbyll me përsi prej 10 pikëve. E dominoi këtë 10 minutësh, krijoi edhe përsitje në plus 14 gjithsesi. Pas 10 minutave e shkryen në 10 avantazhin. Mysafirët shkojnë me pak marketing për të u rikthyer me çerekun e dytë. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Veç që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të këneshit pjesë. Me të bli pa interes, me të ziju ne po pres, shumë let me pagu, a jeti të mgu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj diri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartela top. Siguroje jetën në Illyria Life. Pas 10 minutave të para, 26-16 në të mirë të Trepçës, ku Mitrovicacit e kontrolluan mjaft mirë këtë 10 minutësh
realisht po funksiononin shumë më mirë deri në qastet e fundit kur erdhën treshët e Bamford dhe Scott. Pra trip qapadje përsi prej 14 pitve e shohim më të mirin pas 10 minutave të para. Hasbrook me 10 pik në 7 minuta e 30 sekunda sa i pati në dispozicion, nështë e ka shtuar dhe një kërcim me një asistim, dërsa 6 pik tjera i ka shtuar Dardan Kapiti, e në anën tjetër, edhe pse po luhet mbrojtje mjaft e fort ndaj tij. Scott Bamford arriti disi të qëllon 5 pik me të vërtet fokusit totalisht i Mikajlit Mushiqit është tek Scott Bamford, duke që detyra e tij është të mos e lejon që të pranon top pasi e dim se në çfarë forme është aktualisht Scott Bamford dhe nuk fal në pak hapësira që i ka. Tashmë starton edhe çereku i dytë. Jackery Payne tek Sean Jones. Dardan Kapiti. Bukur Dardan Kapiti, lëvizja mashtruese fillimisht e më pas realizon, duket në disponim të mirë për loj Dardan Kapiti, pika e 8 e tij e në anën tjetër nuk shkoi pasimi Bashic. Top i humbur i mysafirëve. Jackery Payne edhe ai humb topin, sa në anën tjetër dalet Lovro Bashic. Antoine Scott. Pra ti Sean Jones. Arrin Juan por jo dhe të realizon, topi direkt në duar të Akili Winning. Jones. Mikajlit Mushic. Me njerë të vishohet. Jones. Winning. Do Juan për 3, nuk është i sakt. Huffman me i lartë në kërcim. Bamford. Scott Bamford realizon. Edhe një herë i sakt. Pika e 7 i tij për 28 me 18. Jackery Payne tek Winning. Në lëvizjen e Winning gatrohet me gjithatë me top, por arritën pa brëndësin. Topi tek Sean Jones, i cili realizon nga gjysmë distanca. Të rikthyer përsim prej 12 pikëve, 30 me 18. Bashic. Nuk shka bazimi i tij, tjetër top i humbur i Lovro Bashic e në anën tjetër. Dajet Winning, topi tek Dardan Kapiti. Asistim i Mikajlit Mushic. I sakt edhe njerë Dardan Kapiti, i cili do tjetë edhe në vijen e gjuajtjes së lirë. E shojmë edhe njerë Winning, i cili pason tek Mikajlit Mushic, ai asiston tek Dardan Kapiti. E shojmë në plan të parë edhe selektorin e përfaqësuesës së Kosovës, Bujar Locin. Bashkë drejtorin e përfaqësuesëve Adriatic Kroaci. Normalisht do ta kemi grumbullimin e përfaqësuesës gjatë këtij muaji dhe një numër i madh i lojtarëve të përfaqësuesës sonte janë në fush. Janë në vëzhgim Scott Bamford, airballit i kësaj radhe. Hasbrook i ka 2-3 Juan edhe një herë, e në këtë hapësirë nuk fal. Pika e 13, 3 për treshe, 36-18. Bukur ai topi Bamford për Liz Shoshin e kthen tek Erion Kastrati, i cili realizon për 3 pik. 36 me 21 i përgjigjet treshës Hasbrook. Bukur ai topi Kapitit për Jones, i cili nuk qëlloi, kërkoi faul, megjithatë gjithçka e pastër. Sipas gjyqtarëve, Kastrati. Bamford, faul i Hasbrook.
edhe njerë personal në Hesbrook. Sa Jackery Payne ullet për të pushuar. Edhe Dardan Kapitit do t'ullet. 11 pikë të Dardan Kapitit, 5-4 nga loja, 3-3 nga vija e gjuajtjeve të lira. 7 minuta e 37 sekunda i pati Kapitit që ngrit nga banka rezerv për të bërë koshashënuesi dytë më i mirë tek skuadra e Trepçës. Kastrati realizoi paraprakisht. Edhe një herë është i sakt Erian Kastrati. Trishja e dytë e Erian Kastratit ndaj ish skuadrës dhe pika e 8 për 36 me 24. Pasimi shkon tek Winning, i cili përgjigjet me Trishe. Trishe pas Trishës në të dyja anën, 39-24. Ka faul duket nga Gzim Morina. Ka pasur një shtyrje. Apo është personalja e Liz Shushit që ka lëvizur gjatë blokut. Winning, Ranti, Liz Shushi nuk ka problem, realizon edhe njerë. Pika e 6 për Akili Winning, 21-24. Bamford, tek Shushi. Liz Shushi nuk qëlloj lufton për atop. Me gjithatë do t'i bën Trepçës. E shoj Marian Qallaku në loj e ullet për pushuar Scott Bamford. është 15-8 në qerekun e dytë. Nërsa është krijuar edhe përsia prej 17 pikëve. Ka loj me këmbë. Winning tek Amzil. Faul i Erian Kastratit. Ne shohim diskutimin e Kastratit me krishtarin Artan Gashi. Amzil. Dalet me faul nga Liz Shoshi. Por ishin sekondat e fundit aksionit të Trepçës, 2 lira të tjerë për Mustafa Amzil. Qëllon në tentimin e parë, pika e parë e tij sonte, megjithatë ka kontribuar me 4 kërcime e 2 asistime. Edhe njeri sakt. 23-24. 5 minuta deri në përfundim të pjesës e parë. Shëni topin e vjedhur të Akili Winning. Kësaj radhe shkon golitja e tij. Mbrojtje perfekte. Shëni topin e vjedhur nga Antoine Scott dhe golitjen e tij. Fenomenal Akili Winning, 25-24. E thash në fillim të ndeshjes, pavarësisht që Trepçës i mungon timonjeri i skuadrës, ushtria e Adis Beqiragic po e kryen punën e vet. Dhe tashmë krijohet edhe përsia më e thellë në ndeshje sonte prej 21 pikëve dhe atë ndaj
njërës nga skuadrat më në form të momentit. Time-out i kërkuar kur janë edhe 4 minuta e 51 sekunda. Sa rikthehemin e pas këtij time-outit. Tashmë një ambient i bukur në minatori e fejs normalisht. Po shohim paraqitje perfekte të Trepçës. Kanë arsye edhe të festojnë e vallëzojnë. Plus 21. Gashi me një top të humbur. Winning e shen anën tjetër Mustafa Hamzel. Nuk qëlloj, por është batën Tuna me kërcim në sojnë, i cili e përmison e realizon. 21-8 në qerekun e dytë, nuk ka pika të sajra dhe nga skot, por është aty Artin Gashi, a i cili realizon. 27-26. Winning tek Jones. Westbrook. Winning, Tuna e këthen topin tek i pagabueshme sonte për 3 pik. Kenny Westbrook edhe njeri sakt, 4-4 për treshe. Pika e 16, 50-26. Ka mbetur i lënduar Artin Gashi, duke që ka pasur një goditje. Shohim edhe njerë, ky është momenti i goditjes, Jones direkt tek Artin Gashi. Ndërsa do të kemi dyshën e gjyqtarëve këtu, e lusim regjin që ta shohim edhe njerë rastin e fundit. Vazhdojnë diskutimi i gjyqtarëve, ishte challenge i kërkuar nga trajneri Paco Olmos, do shohim se çka do të vendosin. Ishte faul jo sportiv i Sean Jonesit. Është ulur Artin Gashi pas goditjes që e mori, ndërsa Hufman do të shfrytëzon gjuajtjen e lirë që lanë. Nuk njihet për saktësit madhe nga vija e gjuajtjes lirë qendra. Hufman, megjithatë, kësaj radhe i qëllon të dyja tentimet. Brandon Hufman, që luan me një mesatare prej 56.3%, pra saktësi për nga vija e gjuajtjeve të lira. Edhe topi në duart e skuadrës mysafire. Bashish tentoi, nuk arriti të realizon, kthehet ai top në duart e Brandon Hufman, i cili qëllon edhe një herë. Nuk po fal në këto kërcime kur përmerr topin në kosh. Me ngulitje po i përfundon thuaj gjitha aksionet giganti i Therandasve, i cili paraprakisht i qëlloi 2 gjuajtjet e lira. Sajra dhe huq. Megjithatë, tashmë shkrihet ebërsia e thellë e Trepçës.
Hasbrook nuk ka të ndalur. 5-5 për Treshe, 19 pik. Makin e realizimeve të pikve. Ndërsa bukur shkon ai top tek Erion Kastrati në kosh që qëllon për 53 me 32. Pika e 10 e Erion Kastratit, më i dalluari sonte deri në këtë çast të kylli. Duket i disponuar për lojë në anën tjetër. Mustafa Hamzil përgjigjet 55-32. Nuk po e lejon Trepça shkrirjen e rezultatit, megjithatë del në skenë Scott Bamford. Tjetër Treshe e tij 55-35. Shkrihet në 20 avantazhi. Hasbrook e ka kthyer topin tek Winning. Nuk shëllon, por edhe pse luftoi në kosh Mustafa Hamzil, nuk arriti të mbahen topin brenda vijave. Do të kemi zëvendësim tek Trepça, kapiti edhe të Mushic në lojë. 2 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. 20 pike përsipër Trepçën në derbin e Xhiros së 18. Bukur edhe njeri haruar në kosh Erion Kastrati. Edhe njerë qëllon 12 pikë të tij. Jones të Mushic për të përgjigjur me Treshe. Mikajlet Mushic nga banka për Treshën e tij të dytë. 2-2 për Treshe, ndërsa 10-8 janë Trepça për Treshe sonte. Faul ndaj Bamford. Nuk do t'jenë me gjatë gjuajtjet e lira, topi do t'jetë anash. Një shpiker është Bamford, tha i cili ta rikëthen topin në lojë. Bamford shkon deri në fund për të qëlluar. 12 pikë edhe të Scott Bamfordit. 58-39. Hasbrook. Gjuan dëvërtim nuk arrit të realizon, por ndoalet me faul, do të ketë 2 të lira. 19 pikë të Kenny Hasbrook. 5-5 për Treshe. 7-6 nga loja ishte deri në këtë qaste, vetëm njerë ka huqur në tentimet e tij për 2 pikë, teksa 2-2 edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. Në 14 minuta e 12 sekunda sa i pati në dispozicion. Hamzil kthehet Sean Jones, ullet për të pushuar. Kemi hyrë tashmë në minutën e fundit të pjesës së parë. Vazhdon tjeti pagabueshëm edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. 3-3 Hasbrook, i cili e qëllon pikën e 20 të tij për të rikthyer Eversimbri 20 pikëve. 60-39. Eversia më e thellë, Trepça shkoi deri në plus 24. Ka një faul në kosh, duket që është personalja e Mikajlit Mushic. Shohim ka pasur kapje. Kjo është momenti i personales Mikajlit Mushicit që vazhdon diskutimin me gjyqtarin për këtë rast ku Scott Bamford do të ketë 2 të lira, tashmë janë në bonus të dyja skuadrat kur janë edhe 47.9 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Scott Bamford dhe qëllon tentimin e parë, pika e 13 e tij. Shtat 5 është Bamford nga loja. 3-3 për Dyshe dhe 4-2 për Treshe, ndërsa hera e parë që ndodhet në vijën e gjuajtjes së lirë. Sonte e qëllon edhe të dytën.
për 60-41. Bukur shkon ai top tek Dardan Kapiti. Një tjetër ngulitje fenomenale kësaj radhe vjen nga Kapiti në anën tjetër. Nuk qëlloj për 3 pikë Bamford, teksa është Kastradja i cili ka luajtur i fundit. Nuk arriti të vazhdon sulmin e skuadrës së Golden Eagle Yllit. 62-41. Do shkojmë me sulm të zgjatur. Skuadra Mitrovica se normalisht ka vërsinë dhe komoditetin. Winning. Akili Winning. Rëshqet, mbetet në top në duar, do të tenton për trishë, Dardan Kapiti nuk qëllon. Amzil e ka marrë topin Gjuan, nuk qëlloj në sekundat e fundit të pjesës së parë. 62-41. Një trepç perfekte në pjesën e parë e udhëhequr nga Kenny Hasbrook me hiç më pak se 21.55 për treshe. Fenomenal. Po ndihmohet edhe nga Dardan Kapiti me 13 pikë e Akili Winning që i ka 11 sosh. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli, më i dalluari është Scott Bamford edhe sonte me 14 pikë. E 12 pikë erdhen nga Erion Kastradi. Do të shohim sa do të ketë forcë skuadra Golden Eagle Ylli të bëjë diçka më tepër në pjesën e dytë. Do të munduhet trajneri Paco Olmos që të nxjerrë më të mirën nga skuadra dhe të arrijë të ndalë tripçën paktën në pjesën e dytë. Do të shohim e po shpresojmë do shohim më tepër rivalitet në derbin e Giros së 18. Shkojmë me pak marketing për të rikthyer më pas në pjesën e dytë.